Mirë se vini në qetësinë e përditshme. Sot do të eksplorojmë fjalën sankrishte, santosha. Mund të gjeni një vend të përshtatshëm dhe të rehatshëm, ku mund të uleni dhe të keni një qëndrim relaksues, por edhe vigjilent. Dhe kur të jeni gati, mbyllni sytë. Lejoni që shpina juaj të qëndrojë drejt. Lëreni shpatullat tuaja të lira. Lëreni trupin në një pozitë relaksuese. Dhe fokusohuni në atë se si po ndiheni tani. Ndoshta trupi juaj është i lodhur. Ndoshta është i mbushur me energji. Sido që të ndiheni, është në rregull. Ju vetëm jeni duke i kushtuar vëmendje. Tani rikthani vëmendjen tek frymarrja. Ndiqeni se si fryma del dhe hyn në trupin tuaj. Ju mund të vëreni fillimin dhe fundin e frymarrjes. Është një fillim dhe një mbarim. Vëzhgoni se çfarë ndodh kur ju merrni frymë dhe mbajeni vëmendjen në momentin kur e lëshoni frymën. Është një hapësirë e vogël apo një pauzë. Dhe më pas, frymarrja transformohet duke kaluar në lirimin e frymës. Nëse vazhdoni vëzhgimin, do të vëreni se si lirimi i frymës transformohet prapë dhe kalon në marrjen e frymës. Përcjellni fillimin e çdo frymarrjeje deri tek fundi i saj. Ju mund të vini re emocionet të cilat dalin në sipërfaqe. Vëzhgoni sasinë me të cilat ato vijnë. Vëzhgoni se sa të rrufeshme janë. Dhe si ndryshojnë njëjtë, sikurse frymarrja, njëjtë, sikurse mendimet. Nevojitet praktik, por eventualisht do të vini re se asnjë emocion nuk është i ngulitur. Të gjithë me kalimin e kohës zbehen ose ndryshojnë. Vini re se secili emocion që dal në sipërfaqe vjen dhe shkon ose ndryshon.
Kur një emocion hyn në vetdijen tuaj, vlerësojeni atë. Dhe më pas, lëreni të shkojnë ngadalë deri kthehuni tek frymarrja. Vëzhgoni frymarrjen teksa ajo shfaqet dhe zhduket. Tani relaksoni mendjen, relaksoni trupin. Sot do të flasim për kënaqësinë dhe sa e vështirë mund të jetë për ta gjetur atë. Është e thjeshtë që dorëzohemi mendimeve të mungesës dhe pamjaftueshmërisë. Ne ngecim me mendime si unë më në fund do të jem e lumtur kur të arrijë peshën e dëshiruar, ose kur të gjej një punë më të mirë, ose kur të kem një lidhje romantike. Pasi të kem arritur këto, çdo gjë do të jetë mirë. Historitë që ne ja themi vetes son për jetën tonë, supozojnë se gjithmonë ka diçka që mungon. Një pjesë apo gjë e pakompletuar që na ndalon neve nga të qenit të lumtur. Është e natyrshme të kemi qëllime në jetë. Ne të gjithë duam të rritemi, zhvillohemi dhe të sfidojmë veten tonë. Por, bëhet shumë e pashëndetshme kur ne e bazojmë lumturinë tonë në realizimin e një qëllimi gjithmonë të pakapshëm. Në gjuhën sankrishte, ekziston një fjalë shumë e bukur, santosha. San do të thotë plot ose komplete, dhe tosha do të thotë pranim ose kënaqësi. Kështu që, të marra së bashku, santosha nënkupton kënaqësi komplete. Santosha ka idenë të gjeturit të kënaqësisë me atë se kush jemi ne pikërisht tani, në këtë moment. Nuk do të thotë se gjithçka është të shkëlqyer apo perfekte, dhe ne duhet të ulemi dhe të mos bëjmë asgjë. Thjesht, nuk kupton që ne duhet të pranojmë dhe të vlerësojmë ato kush ne jemi dhe ato se çfarë momentalisht kemi. Dhe pastaj, të ecim përpara nga ai themel i kënaqësisë. Është ndjenja e të qenurit mjaftueshëm. Prandaj sot, shpenzoni një kohë për të reflektuar mbi historitë apo gjërat që ju i thoni vetes për jetën tuaj. A është diçka që ju keni ngulitur në mendjen tuaj, se është çelësi i lumturisë në të ardhmen? Një ngritje në detyrë, një lidhje romantike, apo një qëllim financiar? Po sa ne të blejmë atë shtëpinë e re,
apo të humbasim ato 10 kilogram, është gjithmonë një dëshirë e re që vjen në pa. Prandaj, për ta kuptuar me të vërtetë santoshan, ne duhet ta lirojmë veten tonë nga këto lidhje. Sa po të ktheni vëmendjen në bindjetve dyshuese që keni për veten tuaj, ka një shans të mirë që do të zbuloni se jeni shumë të mrekullueshëm. Dhe se drita që digjet brenda jush është një reflektim shumë më i saktë se kush jeni, se sa historitë që i keni treguar vetes suaj. Në këtë moment, santosha bëhet e mundur. Ndoshta mund të merrni një moment tani dhe të mendoni se si santosha mund të jetë. Çfarë ndjenje është të besoni se ju jeni të bukur dhe të pashëm mjaftueshëm, se ju keni mjaftueshëm dhe se ju jeni mjaftueshëm. Tani për fund, merrni frymë thellë, ndjeni këmbët e tuaja teksa prekin tokën, lëvizni gishtat tuaj dhe kur të jeni gati, hapni sytë. Shpresojmë se e keni shijuar ushtrimin e sotëm. Kaloni një ditë të bukur dhe së bashku do të shihemi nesër përsëri.